Dani është nga këngëtarët më të dashur të trevave shqiptare, por pas një këngëtari që duket i buzëqeshur në skenë, fshihet një tragjedi e fortë dhe një dhimbje e madhe familjare. Ai ishte shumë i dashuruar me bashkëshorten e tij, me të cilën kishte edhe 4 fëmijë. Por kur të dy po përpiqeshin fort të ndërtonin një të ardhme të qëndrueshme për fëmijët, çdo gjë u shkatërruar nën këmbët e tyre. Lajmi se gruaja u diagnostikua me një sëmundje të rëndë shkatroi shpirtërisht dhe emocionalisht Danin. Dhe gjitha lekët e kursyeera nga koncertet, ai e çoi bashkëshorten në një nga spitalet më të mira të Brukselit për të kuruar, por mjekët ngritën duart lart dhe u dorëzuan. Sëmundja ishte më e fortë se çdo kur mjekësore. Me lot në sy, Dani kujton se ndarja nga jeta e gruas, e cila la në moshë të vogël 4 fëmijët e tyre, ishte një tronditje shumë e madhe për familjen e tij, dhe në këtë moment Dani vendos të mos merret më me muzikë. Ai nuk kishte më fuqi të ngjitej në skenë, por pikërisht në këtë kohë, vjera e tij i shkon në shtëpi dhe i thotë: "Ti do vazhdosh të këndosh, sepse ke fëmijë për të rritur. Unë do të mbaj fëmijët në fundjavë dhe ti do shkosh aty ku je i ftuar për të kënduar." Këto fjalë të vjerrës më sollën në vete dhe mendova: sa burrnesh mund të jetë një grua që ka humbur vajzën dhe më jep forcë mua për të vazhduar punën. Kjo ishte pika e kthesës në jetën time. Unë nuk hoqa dorë nga kënga, ndërsa vjera vinte dhe kujdesej për fëmijët kur unë isha në punë. Jam mirënjohës pafund vjerrës që u bë dritë në ditët e mia më të errta në jetë. Unë i kam bërë asa një betim dhe kam mbajtur, kur nuk do të martohem, dhe siç e kam thënë, ashtu dhe kam vepruar.